Sot Vlora Flet është më pranë pensionistëve, njerëzve që kanë punuar gjithë jetën dhe sot mezi përballojnë muajin. Pensioni që duhet ishte qetësi, për shumë prej tyre është stres i përditshëm. Ushqimi, ilaçet, qeraja, a mjafton pensioni për të jetuar në qytetin e Vlorës? Për pensionin do flasim. Pse mos flasim? Si janë pensionet? Në përgjithësi, pensionet janë të ulta. Janë të papërballueshme çmimet e tregut të lirë. Sa vite keni punuar? 41 e 4 muaj. Janë të vlerësuara këto pensione? Për mua po, të vlerësuara janë. Marrë edhe pension suplementar. Përballohet jetesa? Po ti jesh me veti dytë, si që jam unë, e përballoj. Më shumë nuk përballohet. Vetëm përballohet për të ngrënë, për të pirë, pa kështu të bësh në një dhuratë për niprit e për mbesat, nuk e bën dot. Po për ilaçet? Për ilaçet pasandaj është tjetër temë. Ju ndihmon dikush apo jeni? Nuk na ndihmon asnjëri, veti përballojmë ashtu. Kemi një ndihmë të vogël nga fëmijët, po edhe ata kanë familjet e tyre. Kështu që me thënë të drejtën, këtu të ilaçet, sidomos këto ekzaminimet që bëhen, jo skanere, jo më të tash, janë pa përballëshme me pensionin, sa do të larta kesh. Dhe çdo doktor që vete, do të thotë ik bëj skanerin, ik bëj eko, bëj atë, bëj këtë. Po këto indeksimet e pensioneve kanë rregulluar? Hiç gjë, shumë pak. Shumë pak. Kush do ishte idealja? Idealja do ishte që pensioni të afrohesh me pensionet e vendeve evropiane. Të paktën këtyre vendeve që janë futur tani, si këto Bullgaria që janë këto që e kanë diçka më të lartë. Vlerësohen siç duhet pensionistët që kanë kontribuar? Jo. Nuk vlerësohet si duhet. Do flasim pak për pensionet, si janë? Po pensionet, ca gjëra që dihen pse e pyesi kot formalisht. Ish kooperativistët të paktën kas me lopat atëhere, 100.000 lek tani. Kuptohet janë, unë kam qenë mësues vetë, nuk kanë kohëm, se kanë diçka të mirë, po pensionet në atë punë që kemi bërë 24 vjetë unë arsim, të ulta janë. Të ulta, në ka mundësi qeveria mirë, s'ka, kuptohet. Sa vite keni kontribuar? 24 vitet tashmoj, e kam nisë në 62 në përmet, 22 vlonjat marruan pedagogjike këtu në hodë përmet, në ndanë maturën tonë të pelen, përmet librash, 24 vjet. Kështu që kemi punuar me sakrifica, kemi punuar, do me ishim të tendosur për punën. 9 vjet drejtor shkolla në Vërmik, Vërmik u fshati më i thellë i Vlorës, ishte Kurveleshin. Ka nevojë partia atje. Do veja ishte ashtu. Shi dimër breshër bor, unë 8-10 do isha të dere shkollës, nga Matogjini në Vërmik. 1 orë gjysmë, 1 orë 3 qerek bile, me sakrifica. Edhe, kur mendojmë ato, themi, më ka bërë mirë për këmë të thimi, kuptohet shu po, si kur të rritej dhe ai pensioni, nuk del me, shmimet janë, kuptohet nuk del, po që në ndihmojnë fëmijët, në ndihmojnë në shtetër punë jo. Edhe, jemi të kënaqur me një fjalë në këtë kuptim, që kemi bërë një jetë, kemi punuar me sakrificë, edhe shumë sot që ka ngorë nervi i punës të 33 jatë. Se unë kam 3 njerëz në arsime kështu, ankohen për edukatën e fëmijëve, është tjetër tema jo. Po pensionet që kur të rriteshin, ishë diçka e mirë, ishë për këtë popull. Këto indeksime të pensioneve që janë bërë të ndikojnë? Po ndikojnë, kuptohet ajo, pensionet është ajo po, sa rritet. Se sa dëgjon tregtari që rritet pensionet, indeksimi që thoni ju, rrit çmimin. Kështu që kemi mundësi, po nuk kemi ekonomista në Shqipëri, për mendimin tim që jagim, nuk kemi ekonomista mëj, se kemi kapitale i dojshim Zvicër, kemi kapitale nën toksore dhe mbi toksore, nuk kemi drejtim ekonomie, për mendimin tim, nuk kemi drejtim ekonomie.
Më thatë pak parë që keni edhe ndihmën e fëmijëve, pa ndihmën e fëmijëve. Pensioni për pensionistë. Pa ndihmën e fëmijëve si jeton dot as 15 ditëshit, jo të mbushësh muaj se mbushësh dot. Urdhë? Ilaçet. Ajde, unë ilaçet i marrë me rimursim deri tani edhe shkëky zotit jam mire kështu po. Shumica i marrën me para, se s'kan besim të këto rimursimet e kështu. Po je do vizitojsh, do bëhesh, do... Mos mua jam që ki mbajtur se mësues fshati, po ish kooperativistët janë të dërmuar të gjithë. Kam Balxhanaku në fshat, burrë e grua nga 85.000 lek. Urdhë mbaj e shtëpinë time me 170.000 lek. Është fatkeqësi, është fatkeqësi. Ai gjatë shkyri qofshim. Thot do i ngrë, do i bëj, do ashtu, do kështu, po shkyri që na njohu në botë se brenda ekonomisë nuk e komandon dot ekonominë, me të shumë ne. Edhe videt shumë, se po flas shumë, besoj, apo mërziti. Po videt, dëgjojmë gjithandej. Jep Evropa ndim për bujqësinë, si merë bujku parat. Ndim për blektorin, si merë blektori parat. Se ne kemi njerëzit fshat, unë jam nga Smoktina, edhe vazhdoj, kam lidhjen atje se kam shtëpinë më të mirë nga hyrje në pallat këtu. Nuk i marrë naj sa duhet, nuk i marrë ashtu si duhet, ose nuk i marrën fare. Rastisht, jo, po kjo, pengesën sepse viden. E vjedhja ashtu. Të jemi si shqiptarët e parë, bëjthirje unë, të të ndosur në punë, që nga kryetare i bashkisë deri të ashtu. Të regoj një rast, të kisha katolike kanë dalë sa plaka atje, nga 5 vjetra kanë dalë ato plakat. Ra një gruaj ditë me 2 qeska, ishte të 5 vjetra, nuk ishe më shurë. Malkoj bashkinë dhe qeverin njërë të mëllë kuqe, kishë dhejtë se u vra këtu të bali me gjake kështu. Po vura 2 punëtor të i bëjnë këto plaka, 2 punëtor, 2 kuntal qimendo duhen. Brenda për brenda ka shumë që kërmoj qëtë kyteti dhe zvoj njëri dorë. Idealja për pensionistë, sa duhet vlerësosh? Qartë them, unë ashtë duhet e kuptoj ata arsye në jo s'ka punëtor me qyshe tek kështu. Po duhet gjej rrugë qeveria. Shteti duhet gjej rrugë që t'i ngrërë. Të më i kushtat vetëm ati ligji. More nuk ka punëtor që derdh ato kontributet, se punojnë në zeze kyshe. Gjej metodë tjetër. Nuk e di, nuk jam ekonomist, unë jam mësues. Qonë 12 natës të t'jap një orë mësimi. Po të kënaqja se kam qenë mësues i dekoruar ka qere kështu, të kënaq për një orë mësimi. Për këto ekonomi nuk kam ma berë se do të bësh shkollë për çdo zanat. Shkolla t'jep kulturë, t'jep dije, t'jep dhe zanatin. Si pak për pensionet? Si janë pensionet? Për pensionet? Pensionet nuk i kemi shumë të mira. Po ama, po që ne që kemi punuar në shtet, edhe shumë të keqe nuk i kemi. Por ama ata që i kanë punuar në kooperativ, i kanë shumë keq. Se merë 100.000 lek, 130.000 lek gruaja ime, ka punuar 35 vjetë në kooperativ. Është e vështirë për të përballuar jetën sa më? Po shumë e vështirë. Duke qenë se të moshuar i kanë dhe më shumë nevojë. Më shumë probleme, unë, pa falë për shprehen, gjunjë nuk i dot, unë i paralizuar. Gjysmë njeriu jam. Honda blokuar, kam bërë një muaj e gjysmë rreze, e të tjera, nuk i të mbroj dot. Nga pensioni? I përballon dot pensioni këto? Me mjekësia do. Po, tek neve, se jemi të 2 naftëtari jemi, qka? Me vështirësi, po, Keni njerëz që ju ndihmojnë fëmijët për shkak? kemi, unë kam. Djalin punon aty, ka një kafe atje poshtë te Lonxhi. Edhe kështu që ai më ndihmon, ja, nesër do ikim Tiranë. Kam kontroll për këtë hundën, se e kam patur kështu. Janë rritur pensionet vitet e fundit? Rritur pak. Po këto indeksimet? Nuk i kuptoj dot. Po pak janë rritur. Mua pak më është rritur. Kështu.
Presim dhe juve faleminderit. Si janë pensionet? Nuk janë pensionet të mira. Në krahasim me shëndetësinë, me punëzimin, ushqimet, nuk përballohen. Kështu. Po nuk pate një ndihmë ngelesh mes rrugës. Sa vite keni punuar? Unë punova në naft, punova një 25 vjet dhe u mbyll puna atyre, ikëm dhe ngelëm pasaj. Edhe nuk u morë për bazë fare puna që kishim punuar. Është problem këto vite punë që keni punë? Kurdo? Është problem këto vite punë? Jo, fare se nuk u morën për bazë fare se ku kishim punuar. Dolëm me 100.000 lekë, dola unë atëre, se unë kam dalë në 12-ën, pension, dhe nuk u morë për bazë fare se nga vija, se ku kisha qenë. Ai që kishë qenë kapterën ushtëri, merte 6.000 lekë në atë kohë, në tash i merë 500.000 lekë. Unë tash i marë 200.000 lekë për shembull. Edhe nuk ka shikime se ku ke ngrem, ku ke pirë për shembull. Se ne në naftë, edhe ky shishta, ky kolegu, ne bashkë kemi punuar në naftë, nafta ka qenë e vështirë. Dhe jepte edhe prodhim nafta atyre, se në çdo vend kishte rafineri. Në Elbasan, në Fierë, në Pylesalin, këtu në Ballësh, kishte rafineri. Vetë pensioni, ato para që ju merrni. Shqena asnjë gjë, po s'pa ndihmë. Nuk përballesh do të me të. Vetëm Ndihmën e fëmijëve? ngelesh tash mes rrugës, kaq. Kështu. Do të dish, edhe politika kërkon vendin e saj. Si majtje i gjasi, kërkojnë... Kurdo? Çfarë duhet të ndryshohet? Qa, se marrin për bazë, shikojnë për karrikin e tyre, për të vrarë një i tjetrin. Pse nuk i ngrenë? Vetëm unë gona armat është që gjithë vrasin një i tjetrin të shqeta. Që i gropoqën armat. Ja dhanë Slobodanit. Ky mua betë. Tu e mbarë. Si janë pensionet? Na shtuajnë 8.000 lekë që tani, muajin e janar. Kisha 88, vati 106. E 13 komersimi, 209.000 lekë. Pensioni. Sa vite keni punuar? 27 vjetë e gjusëm. Jam vlerësuar këto vite? Po, e fillova me 137.000. Kam 7 vjetë që kam dalë, e arritin 106. Janë të mjaftueshme këto? Të mjaftueshme, gjithmonë pensionisti, gjithmonë ashtu, po që e përgjithshmja, si të gjithë të tjerët. Për të përballuar jetesën i vetëm me ato lekë, Unë jam i vetëm me motorën. Me vështirësi. E konsumojmë edhe duhanet, e gjitha këtu, me vështirësi. E probleme shëndetësore. Duhet të rritet pensionet? Duhet të rriten, por nga buxheti i shtetit i qeverisë. Nga buxheti shqiptar? Nga buxheti që kanë. Gjithmonë drejt, gjithmonë me përmirësim, gjithmonë. Duke ardhur, duke rritur. Apo vinë shumë nga dalë ky përmirësimi apo? Nga dalë, janë buxhetet e qeverisë. Që shikojnë të arshysh me ata, po që zëri i pensionistëve do të ngrihet nëpërmjet sindikatës. Jo kështu nëpërmjet sindikatës, po atje bëhen kërkesat, ankesat gjitha me sindikatet e pensionistëve. Unë ndi sa e mora pensionin. Vajta pagova dritat, vajta pagova një satelin, pagova dhe ujnë. 100.000 lekë, jo nuk i dash lekë asaj, bile bëra debat me atë që i mora pensionin. I dash librezën ati dhe ajo s'ma merte mua, merte të tjerëve në mbara pa. I thashën, po pëse s'ma merë librezën ti mojtër? Ti e di që unë s'jap lekë ty, i thashën nësaj. Më shikon të ndërritë në symë mojo. Mere librezën i tash vire aty, i thashën, me pensionin mojtër, se nuk qëndërri do të kam, i thashën. Më mbajti afërsisht një 20 minuta në kam aty, pasaj me zima mori atë librezën, e mori ati e mje pensionin i thashën saj. A me lëvisti i thashën saj. Edhe kështu, e bëjmë për çështjen e lekëve i thashën, që duan të marrin lekë. Po unë lekë nësë japim do të nësë ndër për vetën tonë, si shtazhe pak më përpara. Sa vite keni punuar? Unë kam punuar një jetë të tërë në punë, 45 vite punë
Shumica e viteve të punës, këta na joqen se për interesat e tyre këta nuk t'i japin të gjitha ato vitet e punës. Jo si ke dokumentat, jo ka numër këtea, jo ka numër andea. Gjithë këto gjëra që duan të na i dredhin neve. Unë kam punuar në fabrikën e llambave, motor i dashur. Kam qenë novator. Kam qenë një nga punëtorët më të mirë në fabrikën e llambave. Bëja magji bëja atje. Në Qelç, aty ku punoja unë, në trekjen e tubit me dorë. A ju vlerësoj? Mua gjithë ajo punë që kam punuar në fabrikën e llambave, që ishte punë e vështirë, mua nuk më vlerësuan fare këta. Jo mua, po gjithë kolektivin e fabrikës së llambave, që ishte një kolektivi më të vosifikuar në gjithë Republikën e Shqipërisë. Edhe nga minierat, në atë sektor ku kam punuar unë. E megjithatë ne nuk u smrapsëm. Punuam atje derisa ajo u mbyll dhe u prish. Kështu që kjo jetë këtu po bëhet kështu, çfarë thuhet sot nuk thuhet nesër. Përballohet jetesa me pension? Me pension nuk përballohet jetesa fare. Se ja u mora pension, unë pension e kam tash që më shtritur, më ka vajtur deri këtu ku jam, 220. Në 220 që marrun 30.000 lekë, po i mora një çik ushqime, jo ajo drita të erdhën 56.000 lekë, po do ngrohemi ne, do ftohemi, do lajmi. Po këta duan që ne mos lajmi fare. Do lajmi me ujë të ngrohtë apo do lajmi me ujë të ftohtë. Çfarë mendimi kanë këta që janë pushtet? Unë se di çfarë janë këta, janë njerëz apo çfarë janë këta? Nuk e di çfarë ne mbajnë këta, mbajnë anën e popullit, i popullit të vret mbyt. Populli është baza kryesore në jetën e njerëzimit. Ata kot bëjnë ashtu për policinë e neshme, sepse u udhëhiqen nga një forcë keqe. Shumë keq. Në momentin që keni dalë në pension. Në momentin që kam dalë në pension deri tash, s'më arritur fare, unë besapo unë shkëputa dhe djalin, duhet të shkëputja djalin që të merrja një 18.000 lekë. Pse duhet ta shkëputj djalin unë që këta të merrin mua një 18.000 lekë? Çfarë interesi kanë këta si pushtet? Çfarë quhet ky si pushtet? Çfarë bëjnë këta për neve? Bëjmë planë natën këta dhe na qajnë neve ditën? Unë për veten time për mua këta janë 1-0 të gjithë. 1-0. Nuk e di se çfarë po bëhet, çfarë po gordisin në këtë planet, në këtë jetën tonë shqiptare. Kaq, s'kam gjë tjetër për të thënë. Po se çfarë do flas? Çam ne vojmë si qeni. Si qeni motora neve, vojmë si qeni. Nuk rëndot të pimi kafe atje ma tanë se s'kemi lekë në gjep. Marrim 970.000 lekë pension. Nuk ka këtu qytet, nuk ka këtu kush na drejtoj neve. Këtu shikojnë për vetë e tyre, nuk ka media, nuk më duhet. As i maj, as i djatë, as i fare. Të rrinë pushtet atje, 100 vjetë dhe të rrinë pushtet, mua të mja pati këmë takon, mua të ha bukë. Se kam punuar 25 vjetë, kam dorëzuar për pension atje, dhe marrin 170.000 lekë. Ka vlerësuar kontribut? Oshe, që kontributë ka ta talen me ne, më e kepeni. Diga, mos panden ata se neve i kuj popull këtu është budala. Është shumë i mënqur, Shqipëria është e dashur me njëri tjetrin, është punëtor, është besnik, ka të gjitha të çështjet e mira. Mos panden ata se neve na e kitë zvarë, po, na e kitë zvarë se po na hanë para tona. Ja, jo s'ke gjë. Është të merë. A e përballohet jetesa me këtë pension që merrni ju? Që jetes më? Qa jetese? Po s'patët ndihmë nga familjarët e tjerë? Na kush të këndim? Nga fëmijët? Qa fëmijët ne zirojnë për vetë e tyre atje, ku shkejnë fëmijët, kanë fëmijët. Qa detyrim kanë fëmijët, detyrim e neve këtu. Kjo është atë për neve është atë aja zezë, në këtë di. Zoti me neve. Unë e kam të urët për vetë. Pash, mëra. Po qa do të kem pensionet? Punova 29 vjetë dhe që vë qa po marë. Ja, ajo është. E përballoni jetesën pandime? Po të punosh 50 vjetë e të marrësh asë një lloj ndihme s'marrë. Kjo është jeta këtu, që është i qa do të them më tepër, kjo është jeta. A i qenë rogat, 50 vjetë edhe punon. A është rritur pensioni nga momenti? Mua jo, asë një fije, se marrë mbi 400. Pensionet, si janë? Po pensionet, mirë janë bata që marrën mirë. Sa vite keni punuar? Po, që ku qëtë 5 vjeç. Si? Kam punuar qëtë 5 vjeç. Pas babajt atje.
Me bakti në përujnë, në përshi, gjithë ditë një vogël, fëmijë shkete. Me po punë qota, apo jo? Kontribute sa vite kjo? Kontribute kam 20 vjetë. 20 vjetë. U vlerësojnë këto? Po, një marja 300 sa mi lekë. Po, Nga momenti që keni dalë në pension deri tani janë në shqipë pension? po është rritur, që është rritur. Është rritur 2 herë. Shumë pension? Do ndihma nuk Ndihma nga kush, nga familjar? Po nga familjas, nga shtetis, aq që ka ata katën shtetit, që ati pëjmë ne. Unë nuk jam nga i lloj mileti që shërajë shtetë me qeverin. Mendoni se pensionistët janë të pak vlerësuar jo se aq që ka ata katën shtetit? Kjo është në mëndjen e edhoj. Po kush e do pensionist? Kush e do edhe fëmija jotë të bërtet. Rrëju, më lisa në më zbëjte. Pensionisti është i qytetar që ka kontribuar. Ka kontribuar, po në vatje djersa dëmne, në prish ekonomia. Njëllë hidrocentrale vetëm, dhe apo si qua njeri edhe. Ne bëm gjithë ato uzina, gjithë ato fabrika, gjithë ato ushtrija, gjithë ato marina, gjithë ato në ndetëse, e bëj shtetin të fortaj. Prapë mi kuris populli dhe aje. Këta tani e hodën poshtë dhe ekonominë, edhe njëzën jashtë vëndit. Lume dhe dhe shkja punë. Si do vej, nuk e di. Vinë me dhe palestinezat, vinë. Gjunaj ma, filin dhe di. Unë nga malën të kjo të rritë. Dhe të stabilizohë që të hashtë fëmijë, dhe rritësh një fëmija, 2 fëmijë, se më shumë së rritë do të në, nuk rritësin do të. Që të rritësin pa të lashe. Kjo më dhe më shumë. Pa ne, dhe të pensionës dhe të satë me nësa. Ikëm me. Faleminderit shumë. Për ju ka më rakë. Faleminderit. Pensionet e pleqve janë jashtëzakonisht ulta. Po nuk kanë fëmijë jashtë që ti bjendojnë diçka, do them një laf, vlonja që rrojnë se nuk vdesin dot. Kështu i thuaj Edi Ramës. Rrojnë se nuk vdesin dot pensionistat në gjithë Shqipërinë. Sa vite keni punuar? Unë kam kontribuar 38 vjetë, pik 2. Po vlerësojnë këto vite? Po unë kam punuar me rendin dhe kam punuar mes luftës. Gjithë 97-ën e kam hequr në kuris. Dhe ai më jep 400.000 lek me 300 më nxori, edhe thot nuk të jap unë ty zoti polic, nuk të jap mbi 400.000 lek. Kush është ai që nuk ma shku? Unë kam derdhur kontribut për këtë shtet. Për këta qeveritar që janë të 2 palët, e duam polici në momentet, i kësot qa do bëhet. Po pa neve, policat e shteti që dalin pension, nuk kanë ku vën këta. Se një qytet pa polici, quhet qytet fantazëm. Ta kuptoj mirë që të gjithë, se po flas pak i nervozuar. Do me thënë, Edi Rama t'i shikoj mirë policat që dalin në pension. Si të burgjeve, edhe policat e shtetit. Kjo ndodh vetëm me profesionin e policit apo me çdo lloj profesioni? Tani unë them onën ime. Unë them atë që kam hequr në kuris, mos e heqin të gjithë shqiptarët që punojnë në policinë e shtetit. Gjithë 97 ka qenë të merë dhe kam hequr në kuris këtë lloj profesioni. Dhe më njohin mirë të gjithë, jam vlonjat i vjetër. Ju del ky pensioni po s'patët ndihmë? Mua nuk më del për arsye se edhe gruan e kam pa punë, pa pension, pa gjufare. Dhe po ta ndash të 400 që dhe 200 e 200. Ku ishja i gjikund. Ja, kjo është punë e pensionit të shqiptarve. Duhet t'i ngriri pensionet që të futet në Europë. Si do t'i marrë Europa? Më falë se po të kam si motër. Si do të marrë ty Europa? Me 100.000 lekëshe, me 180.000 lekëshe që jep kjo edhe bën namin, gjithë ata gazetarët atje që i ka të blerë, të shitur, të nuk di si ashtu, se ata marrin super roga, nuk e ka me juve, se ju jeni shtresa, po e ka me ata të qëndrës që i shikojmë natë për natë televizion. Duhen të bëjnë një politikë të jenë kundërshtar kundër qeverisë. Atje ku ka ta sulmoj, je gabim këtu o zotri, nuk e bëndo të jep doreqe, të vesh timoj, je kaq, je e kuruar ova, je në të gjitha gjërat je e kompletuar. Pse mos e vesh ti? Qa ka që mos i qet ajo zonja atje? Qar ka jo?
Si që tonë gazeta me 300 hyrje, me 300 ashtu, nuk e di, nuk arrit ta kuptoj njërë qa si vazhdojnë ky shtet kështu në këtë lloj gjendje. Ta them me gjithë shpirt. Na qytetaria vlonjate, duhet jenë në këmbë në tokë, pa hapi rrugën, hapi se po vdesin edhe pak, kohu ka ngelur pleqve. Mirë unë që jam qik i mbajtur, në kuptimin. Po ata të tjerë që janë me lloj sëmundje që nuk vjen dot në për spitale, nuk vjen dot. Ja, bëra një marrje gjaku sot unë. Me lek. Po me lek, po lek, jo lek shu, po lek. Një marrje gjaku, nuk dua të jashu ku e mora, po. Kështu që për të parë zëmrën, se jemi të stresuar, Për jemi. ilaçe, ju vlet Për ilaçe. në rastin që janë Po nuk u delor, si do t'i dali pensioni, a i merr 180.000 lekë. Bëj llogari sa të bëj një analizë gjaku ai sa i vete, me një analizë gjaku sa i vete, i vetëm mbi 70.000 lekë. Të vesh te Maksi për të bërë një skaner, një diçka 40, nuk e di sa i ka, po punë e tij, profesioni i tij, po e ka muhabetin është e papërballueshme. Ta them edhe një herë tjetër, rrojnë pleqt se nuk vdesin dot. Ja ku i ke, ja. Ja ku i ke, si ka bërë dhe një mbulesor se do bjerë shi. Ja ku i ke, ja tregoj çik, ja po ta tregoj me gjisht. Ja ku i ke pensionistat, pse ashtu rin pensionistat në mes betonit, me beton. Po është gjuna i madh. Kështu që çfarë të them unë, Normal me futbolin 33 vjet arbitër. Një pensionist të marri vetëm 1.800 lekë është turp i madh. Është shumë turp. Sa vite keni? Unë kam punuar shumë vite, po me sportin vajta 60 vjeç që jam marrë. Jam 84 vjeç. Të ndalemi pak te halli më i madh i pensionistëve. Halli më i madh i pensionistëve vajta mora unë 180.000 lekë të vjetra. Ku ti çoj? Ku ti çoj? Çfarë kontribute? Unë në kontribut kisha plot, që 14 vjeç kam punuar. Që 14 vjeç. Në ndoqin nga puna, sepse u prishi fabrikat. I prishi në ndoqin 6 vjetë, unë po dalë me gjysmë pensioni. Nuk i kam tamam. Pse mos i kem tamam unë? Përballohet jetesa me këto lekë? Fare. Nuk përballohet fare. Një kokër vezë me 300 lekë. Një kile mokë për 1.600 lekë. A i në ka dhënë vetëm 30 kokëra vezë në muaj, edhe qeveria sotme. Pse do jetë qeveria? Qeveria sotme, a i që është përfaqë në burg dhe të vej në burg. Le tjetë jo balluku, po super balluku. Dhe vej në burg. Pse një qytetar vetë në burg? Kur e zëm që vjetë i biciklet, vjetë një gjë, vetë e me në fut burg. Atë pse nuk e futë? Qarë është e mi mua? Apo që jeton mi para? Në vetë thasë, dysheket i kemi me pambuk të 20 vjeqar. Ajo ka dysheket të mbush me para. Edi Rama nuk duhet të këmbgulli kur për një vjedhës, se qofse ka vjedhës të vejnë në gjyqë. Nuk ka vjedhës i thot, populli më në falë. Unë, këto mendime kam, Faleminderit shumë. këto gjëra do të kenë shumë kujdes edhe juve. Pensionistët nuk kërkojnë luks, kërkojnë dinjitet, një jetë pa frikën e muaj tjetër. Vlora Flet sot foli për ata që kanë ndërtuar këtë qytet.